A mendoni që mund të kemi një qeveri më në fund pas një viti? Reni u konë po nuk e di çka po mendojnë këta virona, ze për zoti ma rroft. Se po mendoni që mund të kemi bllokat brap? Këta që një vjetë janë të bllokuar, pse apet nuk besoj, nuk di. A mendoni që tani është koha që edhe opozita këtë rast të lshoj pet dhe të kemi Patjetër reni u konë me lshu pet, po çështja. A pret një qeverisi më të mirë se sa ajo që e kishim? Patjetër. Ndryshime më të mira. Shumë më mirë, ashtu mendoj unë. S'besej. Pse mendon që opozita ka me bo prap bllokat? S'ma merr mendja, po s'po besej. E kanë rrugë për hajgare që shtu leti grojnë. E po mendon që prap mund të kemi një blokad edhe mos kemi institucione dhe të shkojnë prapë në zgjedhje? Se ditë kisha ditë politik, kisha thonë aty në kuvend. Po si qytetar, mendoni që tash Kurti ka numrat e mjaftueshëm? Se di. Po sigurisht do të kemi edhe i qeveri që mos me pas vota, që po na kanë lakmi edhe Evropa. Inshallah veç me të mira për hajtë se po kena me pas i qeveri shumë bukur. Po mendoni që tashme opozita ka reflektuar dhe nuk do të krijojë blokada si opozita e ka bo punën e vet, populli e ka pa kush është opozita, kush është qeveria, kush është për Kosovën. Lumt na që i kena Merkelin tonë edhe Albinin. Pa institucione jemi gati që një vjetë. Unë veç ja bëja mini që ka të Po. Ka shkuar dëm një vit pa institucione, sa ka pësu qytetari? Ju jeni vetë qytetari, jeni edhe pensionist për shifët. Po nuk janë qytetarë ata që janë fajtorë. Fajtor është klasa politike dhe Na e kemi dhonë votët ku dashtë. Ato vota ka shku në vend ku duhet. Po pse kanë qëllu tash, në ka dhonë liri shumë partia, fungon ka ajo me 10 vetë, 20 vetë, 30 vetë partime. A mendoni që opozita mund ta luajë sërish lojën e një viti të kaluar për një bllokat, një ngërçtëri politik? Motra jeme shka zbon laki, këtë ditë sot. Çfarë mesazhi jepni partive shqiptare në opozitë që janë aktualisht mos ta bëjnë këtë gjë? Gjitha partitë kam qef më konë bashkë. Kur është pyetje shteti, me punu për shtet. E jo për pushtet. E jo për pushtet. Për gjepat vetë me menu, po me menu për popullin. A shpresoni që qeveria Kurti 3 do të ketë punë më shumë dhe do e përmirësoj mirëqenien e qytetarëve? Mos e vërtet, gjithçysh. Gjithçysh, edhe është ka punon more, ka punu, po këta që ka pru Kurti, si ka pru Kurkushi, deri sot. Ata këtu shit këtë Kosova, këtu shku Kosova, dush për Google. Kështu që kemi shpresën, me shpresë vetojnë. Shpresa në manë.